Për i dobive të agjërimit, çka i kemi domethënë është pretësia psiqike, e cila domethënë normalisht edhe në për kur shikon histori domethënë të popujve të ndryshëm, qoftë të religioneve të ndryshme, çdo herë e kanë pas këtë idenë domethënë që sa më pak me hungur ose me nejt gjatë pa ushqim. Studimet kanë treguar se gjatë agjërimit përmirësohet funksioni kognitiv, domethënë i njohjes, i japim kohë mikrobiomes në zor me marr veten. Edhe njëkohësisht edhe shkakton uljen e stresit edhe të inflamacionit. Që është inflamacioni njëri prej faktorëve sot që ka bën të lashën shumë trupin ton për shkak të konsumimit të sheqerit, i cili i rrit inflamacionin, që është sheqeri i bardhë ose përgjithësi këto ëmbëlsues që janë artificial, rrit inflamacionin dhe kur rrit inflamacionin në organizëm është një falloj gjendje të luftës vazhdueshme. Tash po mendoj një shtet i cili domosht vazhdimisht në gjendje lufte me një shtet tjetër dhe e streson ushtrin ekstrem dikur ama ushtar të lodhën, domethënë. Kur dia ku ndoshta me luftu një armik që të ka hyrë një virus apo një bakteri, ata veç dorëzohen në betejën e parë. Te kufizimi kalorik, kjo është domosht kur nuk konsumohet ushqim rreth në periudha prej 18 deri në 20 deri në 48 orë. Normal do të më pi ujë këto kohë,